Kjo që kanë bërë në Shqipëri një prokuror dhe një gjykatës duke pezulluar një anëtar të Komitetit Qeveritar është një tentative pa dëgjuar, një eksperiment i papar, një ide pa zhvilluar asnjëherë më parë dhe me sa duket një rrugë pa imagjinuar askund tjetër se mund shkelet nga gjyqësori për të marrë kompetencat e kryeministrit, të presidentit dhe të parlamentit bashkë. Por ama ka disa parime shumë të qarta të gjykatës europiane që e ndalojnë parimësisht këtë aventurë antidemokratike. Së pari Strasburgu thotë se masat e sigurisë nuk mund të përdoren për qëllime politike, jashtë proporcionalitetit dhe për të ndikuar ekzekutivin. Pezullimi i një ministri nga detyra është minimalisht jo proporcional dhe ndikon drejt për drejt ekzekutivin. Së dyti, për Strasburgun, ministrat janë shprehje vullnetit demokratik. Qeveria buron nga shumica parlamentare dhe Strasburgu ka shkruar se çdo masë që ndërpret apo cënon funksionimin e institucioneve të zgjedhura duhet të justifikohet me standardin më të lartë demokratik. Si përfundim, edhe sipas Venecias, edhe sipas Strasburgut, gjyqësori nuk duhet të pezulloj ministra. Në standardet europiane, ku nuk besoj se ka mbetur në një standard për ta shpikur Shqipëria, kjo është jo proporcionale në thelb, antidemokratike në frym, antikushtetuese në përmbajtje, nënshtrim i ekzekutivit, kërcënim i paprekshmërisë vullnetit demokratik, kundër ndarjes pushteteve, kundër standardeve të Venecias, kundër jurisprudencës së gjykatës europiane të Strasburgut. Përfundimisht, pezullimi i një ministri është në vetvete absurd si koncept, sepse të pezullosh një ministër nuk do të thotë pezullosh thjesht një individ, një funksionar publik të cilit do nivel, po do të thotë pezullosh një autoritet politik me fuqi ekzekutive vendimmarrëse në një a më shumë sektor. Dhe kësaj t'ja pamundsosh ministrisë përkatëse të përfaqësohet në Këshillin e Ministrave dhe t'i propozojë qeverisë vendimet e përjafshme për ecurinë e sektorit. Kjo është një nonsens absolut. Prandaj ministri ose rrin detyrë ose largohet nga detyra, me dorëheqje nga kryeministri apo in extremis me dënim të formës prerë sipas ligjit. Tjetër nuk ka. Prokuroria dhe gjykata nuk hyjnë fare në këtë mes dhe nuk e bëjnë kurrësesi këtë asnjëherë. Askund në Europë. E nëse Shqipëria do të hynte në analet e historisë drejtësisë europiane me një shpikë të tillë, kjo do të ishte larg qoftë një shfaqje ulëritse pa pjekurie demokratike dhe institucionale. Uroj që gjykata kushtetuese t'ia kursejë këtë shfaqje Shqipërisë.